Një vajzë vesh bluzën e saj të preferuar, po ajo që i ndodh më pas e shokon. Kush do ta imagjinonte që një studente me pikët mesatare më të larta dhe me bursa të shumëfishta do të pezullojë nga shkolla për 2 javë, duke hedhur poshtë edhe diplomimin. Studentja është pezulluar dhe rrezikon përjashtimin vetëm se kishte veshur një bluzë të zakonshme, por drejtori i shkollës nuk e ka parë si të zakonshme dhe ka marrë masën ekstreme ndaj vajzës, duke thënë se ka shkelur kodin e veshjes. Vajza tregon, erdhi roja e sigurisë dhe më çoi në zyrën e drejtorit, duke mbajtur në dorë një armë. Drejtori më tha se do të më jepte një ultimatum, ose hajdeni me mua në dhomën e kontrollit të ndryshosh bluzën tënde, ose do të arrestohesh. Unë refuzova dhe u pezullova nga shkolla për mosbindje. Ajo gjithashtu është ndaluar nga të gjitha ngjarjet e fundvitit që përfshin dhe diplomimin e saj.